Si shkove? Shkemi? Mirë, po ju. Jeni anini? Dano një nash shofera në kokë, marja të do nivelin që kam atje da pjetu, da mbushin e shep. Po të më këtu një vetë të rruga e vjetës, të shashtu. Ja ke numërit? E para unë kisha lexuar për shegën dhe unë e krahasoj shegën me mbretëreshën e frutave. Ka veti shumë të mira, siç e dini dhe vetë ju, kurative, ka pastron gjakun, ndihmon për veshkat, ndihmon për kapslëkun, në zemrën e tjera e tjera. Kështu që shega është nga frutat më të mira dhe ajo më shtyti mua që të marr rrugën jashtë shtetit, të porosit fidanin dhe ta sjell këtu. Është i vetmi fidan në qarkun e Gjirokastrës që është kultivuar pikërisht në këto parcela. Numri i saj tani ka kaluar mbi 1000 rrënjë dhe vazhdojmë çdo vit të shtojmë sipërfaqen. Siç e shikoni, është një prodhim i mbar, është pa kimikate, vetëm me ple organik dhe me ujë. Për këtë e them këtë fjalë 100% dhe t'i bën çdo lloj analize dhe kjo sheg del 100% bio. Deri vitin që kaloi, unë e kam shitur shegën këtu në qytetin e Gjirokastrës, por këtë vit do shikoj në tregje të tjera sepse tregu mbetet problematik. Me reklamën që kam bërë dhe jashtë shtetit dhe disa analiza që i kam bërë dhe shega del 100% bio, e kam shumë të lehtë që të bashkëpunoj dhe ta eksportoj shegën dhe jashtë shtetit. Me thënë të drejtën, deri tani ne kemi harxhuar nga xhepi jon, nuk kemi mbuluar me fonde nga ZBR-ja, përveç se ka mjaftuar një sasi e pak nafte, po ajo është e pa mjaftueshme. Shpenzimet janë të mëdha, por edhe prodhimi tani po arrin në kulmin. Kështu që këtë tutje besoj se dhe shteti do ta kthej kokën nga fermerët dhe do subvencionoj jo vetëm për mua, por për gjithë fermerët shqiptar. Deri tani kemi qenë të pambuluar nga shteti. Një thirrje imja është që të konsumojnë sa më shumë sheg dhe në fund të 3 muajve apo 6 muaj të bëjnë analizat dhe të shikojnë raporten si kanë qenë dhe si janë mbasi kanë konsumuar shegën. Shegët këtu janë autoktone, janë të vendit. Nuk se kemi mbjellë hibride që vinë nga Evropa. Ne nuk i stimulojmë as me spërkatje,
as me plëra kimike, thjesht qa prodhon vetë natyra. Tregu është, nuk ka treg fare, as që bëhet fjalë që ka treg, që të ketë një pikë grumbullimi, që të ketë industri, thjesht neve ato që mallë që kemi e shesim në për njerëzit, kush është në një sëmurë, ka probleme me zëmër, me tension, kemi 3 lloj varietete shegësh. Kemi të ëmblat dhe majhoshet, si thonë në gjuhën popullore. Po, është shumë problematike për çështjen e tregut për juve dhe ka pasur raste që keni dështuar, le të themi, në këtë drejtim. Unë erdha në migracioni, bolla 1000 rënjë pemë, lajthi, kumdha, isha i pasionuar pas pemëve autoktone të vendit, e kanë kalorit, kanë cilësit, kanë vitaminat, nuk se këto madhra që vinë, produkte që vinë nga jashtë shtetit, ato sjellin probleme edhe në shëndet, dhe në shije, dhe në gjithë shka. Çfarë rekomandoni juve? Juve keni margje nga... Jo. Unë bile një vresht 5 lymë që kisha me lajthi, si vjetë i lash, do me thënë pa shërbime, nuk i mblodha fare që kishim për arsye të tregut. Për arsye të tregut pati një rënje shumë të tregut, do me thënë është një talje me tregun. Me fermerin është një talje plot, nuk kemi marrë as naft, as që bëhet fjalë, ka shumë problem, nuk kemi marrë as një subvencion. Treg nuk ka dhe i kemi lënë. Jemi drejt falimentimit, po kemi falimentuar. Tani përgatitemi si çdo shqiptar të ikim të largohemi. Nuk na i ka fajin toka shqiptare, po na mallkon që të ikim në ky vend se nuk e duam.